nderuam, a mundemi një pyetje të lutem? A keni ushtruar drejtën tuaj të votë? Me siguri e kemi ushtruar, po, me kënaqësi më të madhe. Si shkoi procesi? Procesi shumë mirë, nuk kishte gust, kishte rënd, kishte qetësi, kishte rregull, pa ndonjë problem, shumë mirë shkoi. A ju bashkoi votimi sot apo çdo herë dilni kështu bashkë me familje? Ne zakonisht dalim në weekend bashkë, edhe ku më marr sepse një pjesë jetojnë në Prishtinë, një pjesë këtu dhe zakonisht dalim këtu, por sot është një qetësi më e madhe që dulim. Ne kryejmë obligimet tona, ata shkojnë kryejnë obligimet e veta në Prishtinë dhe kështu. Po, sipas jush, për çfarë qytetarët duhet të qëndrojnë në komunën e Klinës, pra për çfarë të rinjët nuk duhet të alshojnë vendin dhe të jetojnë e të veprojnë këtu? Cila është arsyeja më e fuqishme që duhet t'i ndalim këtu? Po, Klina është qytet e bukur, qytet e vogël, shumë simpatike, shumë e bukur, shumë e mirë, ka shumë lumej, ka një pasoni të madhe, ka natyrore, të cilën i duhet me shfrytzuar. Pastaj është bërë një ndërtim i saj i pa krahasueshëm në mendjen e njerëzit, se si ka mund të bëri. Dhe ky ndërtim është bërë normalisht mbas lufte, edhe duhet të them këtë sepse është bërë në kohën e Partisë Demokratike, e cila vërtet këtu ishte 10 vjet në pushtet dhe gjithë kjo mrekulli e Klinës është lidhur me Partinë Demokratike dhe kryetarin Bashota. Faleminderit shumë për kohën. Zotëria pak na shkeli këtë pjesën e procesit zgjedhor, mirë po ne kërkojmë falje publike me që i tërhoqëm vrejtjen edhe paraprakisht mos